Albin Kurtit. Vetë Albin Kurti s'kish ditë me dalë me thonë që është mirë, mi bo favor vetës, sa i ka bo dje kjo me qatë fjallem që majti publikisht. Në me thonë se ideja ke me godit LDK-n kështu tamam zemër. Qëre, Albin Kurtit nuk i konvenon për momentin ndoshta me u dobësu LDK-ja sepse ka mendu që do të bëjë një koalicion. Po, i ka konvenu Lumiri. Për shkak se tash shpo flitet, tash kretu në rrafshin e spekulimeve, se s'ka kur zyrtare, po që kjo ka pas me qenë zëvendës kryeministër, 1-2-3 ministri edhe kryetarin e kuvendit. Propagande quajti sekretari për qëllimi LDK-s. Po dhe spekulime, mujnë me kanë spekulime, gjitha këto, edhe unë mendoj që në rrafshin e spekulimit, se tash këto situata gjithmonë krijojnë hapësirën në terrenin e spekulimeve, në rrafsh të thashë thëmave, edhe spekulimeve, po nuk t'jep Albin Kurti më shumë se qaq. Tash çfarë betet? Ja presidentin, e tash se na po flasim për LDK-n, për çfarë për institucione. Pra kemi afate, kemi kryetin afati po ecë. Me pasy LDK-ja ose cila do parti që hen me Albin Kurtin sot në koalicion. Nëse se ka pozitën e presidentit, shkak se duhet me pas një pozicion e cila është një farloj sigurese që Albin Kurti mos me nesër ose mas nesër ose mas një javë ose mas 2 muaj mi largu për i koalicioni dhe do më thonë mi korit, ose mi bo horë, që shi ka pas bo atër lidhën demokratike të Kosovës. Pozitën e presidentit nuk ja jep, sepse për i fillimit Albin Kurti ka thonë që duhet me pas një president i cili është jo politik, që nuk vjen për i partijeve politike. Ajo së ndodhë.